Të nderuar vëllezër besimtar, sot në këtë ditë të madhe të gjumos, në hutben e kësaj dite të madhe, do të përkujtoj veten dhe juve për një çështje e cila është pothuajse esenciale për jetën e njeriut, për jetën e atij njeriu i cili dëshiron jetën e tij në këtë botë ta jetoj në qetësi, në lumturi dhe në rahatllëk. Dëshiroj të flas për ndjenjen të qenurit me Allahun. Çfarë ndjenje dhe çfarë përjetimi i madh dhe i rëndësishëm dhe esencial për jetën e njeriu është përjetimi dhe ndjenja kur ti ndin në vete dhe përjeton se ti je me Allahun. Allahu është me ty. Kjo është përjetim dhe ndjenjë shumë e madhe e që ata njerëz të cilët janë të privuar, ju mungon kjo ndjenjë dhe kjo përjetim, ata vujnë. Më lejoni ta filloj këtë hutbe me diçka të pazakont, me një dëshmi jo prej Kur'anit, e as prej dëshmive të profetit Muhammed a.s. Mirë po dëshiroj me fillu këtë hutbe me një dëshmi të një eksperti i cili është një shkencëtar amerikan, një prej udhëhecëve të një prej spitaleve të njohura të New Yorkut, ekspert i psikiatrisë, i cili thotë: smundja kur njerëzit ndihen të vetmum, smundja kur njerëzit ndihen të vetmum, është prej faktorëve më të rëndësishëm që gjeneron depresionin dhe gjitha problemet tjera për individin dhe njeriu. Duke u nisur nga dëshmia e këtij njeriu ekspert sa i përket gjendjes shpirtërore të njeriu, që çdo njeri është kandidat potencial me u ballafaqu me gjendje të ndryshme që mundet me i përjetu shpirti i njeriut. Do thotë ky shkencëtar po e konsideron smundje kur njeriu e ndin veten të vetmum, të lodhur, të pafuqishëm, pa vullnet, dhe si kjo është faktori më i rëndësishëm që njeriu pastaj bëhet viktim e depresionit dhe çdo gjë që ka e rrethon në botën ku jeton, ati i do këtë errësirë. Shkencëtarët, mjekët janë mundu në këtë rrugtim që t'i ofrojnë ndihmë njeriu të vetmum, e të vujtur, që t'i sjellin lloj-lloj zgjidhje, lloj-lloj ilaçe dhe alternativa, dhe mas e kanë pa, mas një rrugtimi të gjatë, që pothuajse të gjitha ato që i kanë afru për këtë njeri të vetmum, e të vujtur, nuk kanë sjell efektin e duhur, në fund kanë dëshmu se të kapurit për fen, lidhja e krijesës me krijuesin, lidhja e robit me Zotin është ilaçi më efektiv. Në fund e kanë dëshmu përkundër dëshirës së tyre se lidhja e robit me Zotin është ilaçi më efektiv që i ndihmon njeriu me e largu këtë vetmi, me e largu këtë vujtje dhe me e kthy lumturinë dhe qetësinë në shpirtin e tij. E tash po i përmendi disa prej dëshmive hynore të Kuranit famlart dhe të pejgamberit alayhis salam për me argumentu dhe me faktur në të njëjtën kohë sa ndjenjë e fuqishme, çfarë përjetimi i rëndësishëm është kur robi, respektivisht mu'mini i vërtet, besimtari, ndjen në shpirtin e tij të qenurit me Allahun te baraka ve taala. Jeton me Allahun dhul xhelal. Dhe në çdo moment të jetës së tij e ka Allahun përpara. E ndin nevojën për Allahun dhul xhelal. I drejtohet atij, i mbështetet atij, strohohet dhe qetësohet tek Zoti i tij te baraka ve taala. Dëgjoni të nderuar, dëgjoni me vëmendje çka thot pejgamberi alayhis salam në hadithin kudsi,
thot Allahu dhul Jalal: Ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu idha dhakarani. Dëgjani të ndëruar vëllezër çka thot Allahu jon Jalla wa Ala, krijuesi I tokës dhe I qiellit. Allahu dhul Jalal thot: Unë jam tek mendimi I robit tim për mu. Unë, Allahu dhul Jalal thot, unë jam në momentin kur robi mendon për mu. Wa ana ma'ahu idha dhakarani. Në momentin kur ai më kujton, unë jam me të. Allahu akbar. Sa herë mendja jote e kujton Allahun te baraka wa taala, dhe sa herë ke nevojë, shpirti yt, zemra jote, qenia jote ka nevojë për krijuesin, wa ana ma'ahu, unë jam me të. Unë jam me te, Allahu është me ty. Para më ndohë vëllai I nderuar, kur ti vazhdimisht e kultivon dhe e brymos mirë këtë ndjenjë, e kultivon në shpirtin dhe në karakterin ton, në ndërgjegjen dhe në personalitetin ton, e formon personalitetin me këtë përjetim me Allahun te baraka wa taala, jeton me Zotin Jalla wa Ala. Dëgjoni çka thot Allahu subhanahu wa taala në surën Muhammed ajetin 35: Fala tahinu wa tad'u ila as-silmi wa antum al-a'launa wallahu ma'akum falan yatira a'malakum. Ky ajet vjen në një kontekst, vjen në një aspekt të luftës. Mirë po, kuptimi I ajetit është I përgjithshëm. Nuk vlen vetëm për gjendje lufte, po vlen për gjendje të përgjithshme. Thot Allahu dhul Jalal në surën Muhammed ajetin 35: Wala tahinu, o ju musliman, o ju besimtar, mos u zhgënjeni, mos e ndini veten zhgënjim e të pafuqishëm. Wala tad'u ila silmi, dhe as mos e pranoni armë pushimin. Ju thash në fillim, ajeti kur ka zbrit në gjendje lufte. Mirë po, ne tash nuk dojmë me e përdor për I këtij konteksti, ne dojmë me e përdor në një kuptim tjetër, për shkak se nuk kemi gjendje lufte. Allahu dhul Jalal, unë tash po e kthej në një kuptim tjetër. Fala tahinu, mos u zhgënjeni, mos u dorëzoni, mos birni për tokë dhe mos e pranoni armë pushimin me shejtanin, se shejtani të bën luftë vazhdimisht. Shejtani dëshiron të josh ka hekeqja, bën cytje dhe të provokon e të prek për punë të liga. Qërë tash pjesa tjetër, që ka na premton Allahu: Wa antumul a'launa, ju jeni më të ngriturit, ju jeni më të lartit, ju jeni më të fuqishmit. Wallahu ma'akum. Pse? Se Allahu është me ju. Pse jeni më të fuqishmit? Pse jeni më të lartit? Ai që e ka këtë ndjenjë, ai që e përjeton të qenurit me Allahun, ai nuk zhgënjehet, ai nuk lejon me ra për toke. Sa Allahu po thot: Wa antumul a'launa, ju jeni më të lartit, wallahu ma'akum, Allahu është me ju, walan yatira a'malakum. Dhe kjo është më rëndësi, në fund, Allahu thot, dhe Allahu nuk do t'u humb veprat e juaja. Allahu nuk e humb mundin tënd, përpjekjen tënde. Ti bën përpjekje mu afru te Allahu, bën përpjekje me bë punë të mira, bën përpjekje mu largu prej punëve të liga. Allahu nuk e çon kot mundin dhe përpjekjen tënde. Të ndruar vëllezër, si ka mundësi një musliman, një rob I Allahut, që zemrën e tij e ka të mbushur me plot dashni e respekt për madhninë e Allahut, si ka mundësi ky njeri I cili e lexon Kur'anin me u ndi I vetmum, I dëshprum, me kap dhe me mbulu depresioni, me I mungu qetësia dhe lumturia në jetë? Si ka mundësi? Nuk ka mundësi asnjëherë. Pse nuk ka mundësi? Unë po e sjelli vetëm një shembull prej shumë shembujve të Kur'anit. Fjala është për ajetin 115 surës Baqara. Allahu dhul Jalal dëgjoni çfarë thot:
Walillahi al-mashriqu wal-maghribu fa aynama tuwallu fa thamma wajhu Allah. Të Allahut janë sikur lindja ashtu edhe perëndimi. Të Allahut janë edhe lindja edhe perëndimi. Fa aynama tuwallu fa thamma wajhu Allah. Kado që jeni kthyu e keni Allahun para. Nuk është më rëndësi a jeton në kontinentin e Evropës, a jeton në tokën e bekume të Kosovës, a jeton në Mekë, a jeton në Bruksel, a jeton në Azi, a jeton në Australi, fa thamma wajhu Allah. Kado që jeni kthy e keni Allahun para. Ai cili e përjeton dhe e ndin këtë ajet, ai cili e din se lindja dhe perëndimi janë të Allahut, Zoti i lindjes dhe i perëndimit është Allahu, ai nuk ndihet i vetmum. Nuk ndihet i vetmum, se nuk ka arsye me u ndi i vetmum, po ai ndihet i fuqishëm. Më lejoni të përmendi dhe dy shembuj praktik dhe përfundoj. Këto deri tani ishin ajo ana teorike. Tani kena nevojë me pa shembuj praktik nga njerëzit pragmatik që e kanë jetu këtë ndjenjë, e kanë përjetu në jetën e përditshme, kur janë ballafaqur me probleme dhe situata të pakëndshme në jetën e kësaj bote. Shembulli i parë i takon Musas alayhis salam. Tash na kena nevojë praktikisht me pa edhe me marrë mësim edhe yrnek çysh duhet me përjetu çet ndjenjë, se ndoshta dikush prej neve e ka ditë se kjo është ndjenja dhe përjetimi më i fuqishëm dhe më i rëndësishëm për jetën e individit, po s'ka ditë qysh, sikur kur shkon në barnatore, është krejt pa efekt nëse ti hin në barnatore dhe e merr edhe ilaçin e dur, po nuk din me e përdor. Po duhet me vet ekspertin dhe ai të jep rekomandimet qysh me e përdor për me arrit efektin. Edhe ti po e din se që kjo është ajo ndjenja dhe ai përjetimi që ti duhesh me brymos dhe me kultivu në shpirtin tënd. Po ndoshta s'po e din formën dhe mënyrën dhe rrugën qysh me përjetu këto praktikisht. Po e sjellni dy shembuj prej Kuranit. I pari me Musa alayhis salam. Ju e dini prej historisë Musa alayhis salam, masi Firauni nuk ja ka mujt, nuk ja ka dal me mund Musa dhe thirin e tij për besimin në një Zot te baraka wa taala, Faraoni e ka humb betejën, i ka thonë Musas, merre popullin tënd edhe largohu prej Egjiptit. Dhe Musaja alayhis salam o detyru me lëshu vatanin e tij dhe ka vendos me ik prej Egjiptit, me shku drejt tokës bekume e të premtume Kudsit, Mesjidul Aqsa, në Palestinën e sotshme. Është nis Musaja në rrugtimin e tij me popull. Këshilltarët e Faraonit i kanë thonë, e ke bën një gabim strategjik, ti i largove këta, ti po e pastron vendin tënd prej këtij dhe po e largon ndikimin e tij. Mirë, po ky mundet më bëj fuqishëm, edhe tani vjen edhe ta shkatron mbretërinë edhe e merr shtetin edhe vendin. Po çka me bëj, po i shkojmë mrapa, po i mbysim. Dhe aty për aty merret vendimi dhe ushtrin me shku me i mbyt Musa me tërë popullin e tij. Dhe tani Musaja gjendet në një situatë të pakëndshme, dhe kur e merr vesh se ushtrinë e Faraonit e ka pas, dhe para ka detin e kuq, dhe për një moment gjendet në çorrsokak, nuk ka zgjidhje, fillojnë ata me imanin e dopt. Fillojnë ata që janë labil e të lëkundshëm, e që edhe në shoqërinë tonë kemi të atill. Zotën një shoqëri e fortë është kur në mesin e asaj shoqërie ka njerëz që janë njerëz parimor, njerëz që kanë principe, njerëz që i respektojnë parimet e nuk i ndrojnë sabah akşam. Kjo problemi më i madh sot në vendin tonë, se ne kemi mungesë të njerëzve që janë parimor dhe principial, që janë njerëz të parimeve, nuk bojnë pazare mbi interesin e parimeve. Cili do koft presioni. Dhe fillun ata zërat e trubullt dhe thanë, na kapi Firaun, e patëm, u shkatrum. Musaja alayhis salam tash vjen momenti me e shfaq dhe me e qit në mejdan ndjenjen dhe përjetimin kur jeton me Allahun dhe kur je me Allahun. Allahu na vërtetoi këtë në Kur'an në këtë tregim në surën Shuara ajetin 62.
Kur ata than inna mudrakun, na zonën, na kapën, e patën, Musaja a.s. i hudhi poshtë krejt këta zëra destruktiv dhe tha inna ma'i rabbi se jehdini, nuk do të ndodhë kjo, unë e kam me vete Zotin tim, ai do të na hap rrugë, do të na hap shteg, do të na gjen rrugë dalje. Inna ma'i rabbi, kjo është esenciale, unë e kam me vete Zotin tim. Edhe në ato momente, pikrisht në momentet më të vështira, kur ti e gjen veten para një sfide të madhe për me ken apo mos me ken, këtu do të marrë shprehje ky parim. Përjetimi me jetu me Allahun dhul xhelal. Tha ja, unë e kam Allahun me vete, ai do të na hap rrugë dalje. Dhe ju e dini prej tregimit se si Allahu dhul xhelal këtu bëri mrekulli dhe e ndajti për gjys detin e kuq dhe kalun në atë pjesën tjetër të detit. Momenti i dytë dhe i fundit praktik është shembulli i pejgamberit ton Muhammedit a.s. Jemi edhe në fillimin e vitit të ri të hijretit dhe ju e dini se pejgamberi a.s. kur është nis prej Mekës Medinë, më u shpërngul mas 130 kilometrave prafërsisht prej Mekës në drejtim të Medinës, pejgamberi ka planifikuar mu strehu në shpellën e Thaurit. Dhe kur kanë him renda në shpellë me mikun e tij Ebu Bekrin, kanë ardhur të pathet për shkak se ju e dini ishte ngritur një çmim, kush e sjell Muhamedit të gjallë atë vdekur e ka një çmim të madh, kishin dalë njerëzit me e gjet Muhamedin a.s. dhe u afruan te shpella. Dhe kur u afruan te shpella, mu pran shpellës, thot Ebu Bekri, me pas këqyra ata komët e tyne kishin me na pa neve, se shpella ka një pozicion, si me thon, një grop poshtë ata për mi. Ebu Bekri në këto momente fillon mu shqetësu, jo pse po i zojnë, po pse po don me dështu projekti Muhamedit a.s. projekti i hijretit. Në këto momente vjen pikrisht kjo për çka ne po flasim, përjetimi dhe ndjenja kur je me Allahun. Dhe pejgamberi a.s. sikur Allahu na tregon në surën Tauba ajetin 40, e qetëson Ebu Bekrin dhe i thot la tahzan inna Allaha ma'ana, mos u brengos, mos filla më u shqetësu, Allahu është me ne. Allahu akbar, Allahu është me ne. Apo e shini ndjenjën dhe përjetimin kur ti e ke eduku vetën me këtë ndjenjë të qenurit me Allahun, me jetu me Allahun para të vëllezër. Për fund, e porositi vetën dhe çdo njërin prej juve që ta kontrollojnë mirë shpirtin ton, ta kontrollojnë mirë dhe t'ja bojnë një analizë zemrës ton. A kemi arrit ne me mbjellë në zemrën në shpirtin ton këtë ndjenjë? A kemi arrit ne spaku në momentet e caktuara të jetës ton të kemi përjetime të tilla? Ti me përjetu një moment, me jetu me Allahun te baraka wa taala, të qenurit me Allahun dhul xhelal. Si atëherë kur je në momente të mira, po edhe atëherë kur je në momente të vështira. Allahu na i mbush zemrat tona me iman dhe dashuri ndaj Allahut dhul xhelal. Allahu dhul xhelal na i bëj zemrat tona të bindura përballë madhrisë së tij. Elusim Allahu dhul xhelal që të na i mbush zemrat tona plot dashuri dhe respekt para madhnisë Allahut te baraka wa taala. Kërkoni falje për veten dhe familjen tuaj. Allahu është ai i cili fal dhe mëshiron shumë. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il mu'minin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Para se të lutemi dhe të përfundojmë këtë hutbë të kësaj dite të sotit, po du një rezume me pak fjalë me përfundu krejt ato çka e tham më herët. Çdo njeri prej neve në momente të caktuara të jetës së kësaj bote, e cila karakterizohet me sfida dhe me probleme, mund të ndihet i vetmum, mund të ndihet i lodhur, mund të ndihet i ngarkum prej problemeve dhe presioneve që i shkakton jeta e kësaj bote dhe problemet. Mirë po, nëse ti vazhdimisht e kultivon në shpirtin dhe në zemrën tonë këtë ndjenjë dhe ko pas kohë e përjeton të qenurit me Allahun, të jetosh me Allahun, të strehosh tek ai, të gjen qetësinë dhe lumturinë tek Allahu te baraka wa taala, sigurisht se në momente kritike dhe vendimtare kur ti ndihesh jo mirë, nëse e shfaq këtë ndjenjë dhe kjo ndjenjë dhe ky përjetim i lëshon rrezet e saja,
mjegulla e cila të ka ardhur për një moment para vetit, me lejen e Zotit largohet. Me lejen e Zotit largohet, se ne jemi robët e Tij, dhe kur ati i dorëzohemi dhe i bëhemi teslim, Allahu te baraka wa taala na ka gjithmonë në mbikëqyrjen e Tij. Allah na ndihmoft inshallah. Allah i ndihmoft muslimanët në të katër anët e botës, e ndihmoft popullin ton, e drejtoft në rrugë të mbarë dhe rrugë të mirë, e udhëzoft rinin ton në rrugën e drejtë islame. E lutim Allahun dhul xhelal me madhrinë e Tij që të smurit ton që i kemi, Allahu i shëroft. Gjithë ata që kanë borxhe, Allahu mundsoft me i pagu borxhet sa më shpejt. E lutim Allahun dhul xhelal që gjithë ata njerëz që janë të robëruar e të burgosur për hir të vërtetës, Allahu mundsoft që të tillët ta shijojnë lirinë sa më shpejt. E lutim Allahun dhul xhelal që Kur'ani të jetë pranverë dhe freski për zemrat tona, Kur'ani të jetë nur dhe dritë për gjoksin ton, Kur'ani të jetë ilaç për shpirtin dhe mendjen ton, Kur'ani të jetë largimi gjitha brengave të lashave tona inshallah taala. Inna Allahu wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka fil alamin Hamidum Majid. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum